Dy fjalë për krizën e emigrantëve në Theuta të Marokut. Është një territor realisht në Marok, një territor në Afrikën e Veriut, pra, në kontinentin afrikan, por politikisht i përket Spanjës. Edhe pse në media regjimet mesjetare perëndimore janë munduar ta paraqesin sikur kemi një dyndje të emigrantëve në Spanjën e kontinentit evropian, por në fakt është një hile e zakonshme e tyre, bëhet fjalë për një manovër, për një show i cili në thelb promovon emigrimin, hipnotizon njerëzit, mashtron njerëzit se Evropa është tokë e premtuar. Evropa është territor politikisht, pra sistemet Evropa ka sot një sistem politik mesjetar, pra të instaluar një sistem mesjetar britaniku-amerikan. Në Evropë çdo gjë i përket shtetit. Në Evropë sot shoqëria komunizmi britanik ka arritur dhe komunizmi amerikan ka arritur në atë nivel kur njerëzit nuk mbajnë dot familje, kanë shkatruar plotësisht familjen, kanë ndaluar fen, gjithë dhe sigurisht gjithë punëtorët private, gjithë janë të bankave ose të shtetit në fakt, sepse bankat janë të shtetit. Do doja të shtoja që perëndimi sigurisht që ka krijuar si armën e saj më të fortë bombat atomike, teknologjinë ushtarake dhe terrorizmin, por në fakt nuk janë këto, sipas mendimit tim, armat më të forta të britaniku-amerikanëve. Arma e tyre më e fortë, më vdekjepurse, më gjakatare, më kopshme është dizinformimi dhe propaganda. Ata disponojnë çdo mjet propagandistik. Pra, çdo gjë që shohim ne sot në botë, të gjitha mediat, të gjitha të shkruara, vizive, të gjitha librat, shkollat, të gjitha i ka krijuar britaniku-amerikanët dhe riprodhojnë në mënyrë të verbër propagandën e britaniku-amerikanëve, e cila i ka hipnotizuar dhe dizinformuar jo pak dhe shqiptarët, dhe ne, edhe unë kam qenë viktimë me kësaj propagande. Kemi lënë një pasuri të madhe sa i përket pjesës materiale këtu në Shqipëri dhe kemi shkuar dhe kemi qëndruar rrugëve të qyteteve mesjetare, barbare, të pabesa dhe tiranike të Evropës. Evropa janë vende sklavëpronare, jeti i njeriut s'ka asnjë lloj vlere. E sigurisht që unë parashikoj që është e afërt dita dhe kjo për shkak të dy gjërave, për shkak të internetit do të ketë shumë komunikim. Njerëzit tani kanë mundësi të komunikojnë një me tjetrin, pra për shkak të internetit dhe për shkak të teknologjisë AI, inteligjencës artificiale, e cila çon nuk ka nevojë më për sklevrën, nuk ka nevojë më për krah pune. Kjo do të bëjë që njerëzve, sipas opinionit tim, dhe konkretisht shqiptarëve, që t'ju heqet ajo velloja që i ka verbuar e propagandës britaniku-amerikane, do dalin nga ky hipnotizim i propagandës së ndyrë vdekjeprurse britaniku-amerikane dhe do të kthehen për jetë a vdekje në tokat e tyre, në vendin e tyre. Në Shqipëri, edhe nëse gjithë pasuria jote është vetëm një kazëm e vjetër, mundësisht e pabisht, pa vetëm një kazëm e vjetër, vetëm një sapat e harruar diku, nëse ke vetëm këtë pasuri dhe nëse ke vetëm 200 metra tokë djerë diku, unë ju garantoj që kjo është një mega pasuri në krahasim me atë që ka ju pret në terma afatgjat gjithmonë, që ka ju pret në Britanitë të Madhe, që ka ju pret në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe që ka ju pret në kontinentin e dështuar të Europës. Në perëndim njeriu nuk ka asnjë lloj lirie, asnjë lloj vlere. Shoqëritë perëndimore janë shoqëri politikisht mesjetare, pra regjime britaniku-amerikane. Sa i përket ekonomisë, pra atje nuk mund të krijosh familje, atje nuk mund të blesh një shtëpi, atje nuk mund të pish edhe ujë të pastër, paktën në vendet tuaja akoma ekziston në mënyrë potenciale, mundësia ose në mënyrë teorike që njerëzit mund të krijojnë familje, mund të kenë njohje, mund të kenë komunitete, mund të kesh një copë tokë që mund ta punosh, por i gjithë problemi që ndron tek propaganda, tek helmi britaniku-amerikan, ky helm i cili injektohet përmes mediave, përmes muzikës, përmes Hollywoodit, pra filmave që ne në Shqipëri jemi helmuar dhe vazhdojmë të helmohemi. Ka të rinj që helmohen sot, pra filmat amerikan që
injektojnë helm dhe vetëm helm. Prandaj edhe një herë do doja të thoja që kriza në theuta të Spanjës e emigrantëve është një mbështrim, është një gënjeshtër, është një reklam, është një helm që u jepet ata janë viktimat të propagandës amerikane. Viktimat të tilla jemi edhe ne shqiptarët, pra vrapojmë pas gënjeshtrave, vrapojmë pa shkelim arin dhe floririn që kemi këtu në Shqipëri dhe braktisim gjithçka dhe nisemi drejt rrugëve të pabesa, tradhtare dhe mashtruese të Londrës, të New Yorkut apo të Milanos. Pra, sipas opinionit tim, shqiptarët ose muslimanët duhet të luftojnë, duhet të punojnë me veten dhe të hedhin poshtë, pra dhe të mposhtin propagandën e helmt britaniko-amerikane. Ju përshëndes nga malet e mrekullueshme të shkinakut, bjeshkët e mrekullueshme të shkinakut të Kukësit, bjeshkë të cilat janë një parajsë e vërtet krahasuar me rrugët tradhtare, me rrugët e pabesa dhe me rrugët e varfëra të Londrës. Mund të shikoni. Ju përshëndes, nderim Lushi.